ndodhemi në zyrën e Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, zotit Edi Rama, duke bërë një mision pro-qeveritar i cili quhet i pavarur. Kemi litar, kemi xhelat, i kemi të gjitha, po s'kemi ende dëshirë të varemi. Në sensin të kemi një vartësi politike se vetë Edi Rama ka nevojë për media të pavarura. Dhe ne ja plotësojmë këtë dëshirë me që jemi media pro-qeveritare. Dhe aq pro-qeveritare sa Kristiano është çorape këmbë me Edi Rama, se s'po e ngre më lart. Shumë të afërt me njëri tjetrin, por shumë. Sa e ka në defekt makine Edi Rama, çon karot rrezë Kristiano, merr rregullon nga Xhimiçi ato gjërat e tjera është. Çfarë them? Edhe Edi ka thënë, po të keni ndaj punë për të bërë bëjni këtu në kryeministri, na ka dhënë këtë ambientin, siç shikon, të mrekullueshëm, të stolisur me duart e tij dhe me talentin e jashtëzakonshëm, kështu siç ka bërë dhe Shqipërinë. Ja, kjo që shihni pas shpinës time është siç ka bërë Edi Rama në Shqipëri. Tani trim drejtë të flasim shtrëmbër. E ku lam në lam ke leku Kristiano, çfarë po thoni për lekun? Që është forcuar. Shi. Fuqia blerëse e pensionistëve gati 20% më e ulët se në 2013. Kam përshtypjen që pensionistët i paguajnë me euro. Duke i paguar me euro, e duke qenë se është forcuar leku, pensionisti nuk ka fuqi blerëse. Po pse moja bëfsha gjeneratën? Po rriti dhe pensione do, nga i 2000 lekësh. Po u dhash problem gjel detit të mirë me gjithë pupla për vitëri, pastaj edhe për pashk në prag zgjedhjeve, u dha dhe shpërblim tjetër pensionistëve. Si o ka dhe fuqia blerëse e pensionistëve? Pyetje 2. Po mirë, po në tjerëve që si jemi pensionistë, na është rritur fuqia blerëse? O e no? Tani, çështja shtrohet, ka një shport që janë disa mallra që janë bazë. Buka, mielli, vaj, makaronat e këto gjëra. Këto janë shport. Dhe këto përgjithsisht mbahen në një kontroll sepse janë këto shtresat e urta. Në Shqipëri, ndryshe nga shumë vende, edhe këto mallra e kanë të vëshën 20%. Në shumë vende kanë 0, 4%, 12%, Shqipëria ka 20%. Pra si të blesh një mall luksi, si blen një celular ti për shembull, e ka 20% të vëshën, blen buk e ka 20% të vëshën. Kjo është dhe fuqia blerëse, tha para ca ditëve që do fusë edhe një taks te karburanti do krijonte rezervë lufte. Dëgjova edhe një lajm tjetër të shëmtuar, me thënë të drejtën, që jo këtë, më të shëmtuar se ky, ma këtë ashtu. Dëgjova që për këto makinat elektrike do të rriste çmimin e energjisë. Gjë më perverse dhe hajdut më të mëdhenj nuk kam parë. Njerëzit po blejnë makina elektrike sepse është politikë botërore, ishte edhe nxitje e madhe e shtetit shqiptar, shpëtojnë planetin. Tani në qoftë se ai e blen energjinë elektrike, X lek. Përse duhet për makinën ta paguaj Y lek, kur është edhe për politikë globale të ruajtjes së planetit, dhe energjia është kaq lek, nuk thuhet asgjë kundi që në qoftë se ti e përdor energjinë për të skuqur vezë kemi 1 lek. Ama në qoftë se po shef televizor kemi 3 lek se është luks. Energjia elektrike është mall unik me një çmim. Kështu që ideja e rrit nese, çe hyra kot tyre. Si mos ka makinë elektrike unë. Ec Kristiano, ec mos ushqat populli vazhdon. Shehu prezanton në Tepelen kandidatin e mbështetur nga opozita. Qyteti kërkon ndryshim. Më pëlqen se shehu është ky zotëria këtu, është Tritani, drejtues politik i qarkut. Si në Tiranë, në Corik, në Berat, në Vlorë, e gjithandej kandidatët janë të pavarur. Po opozita të gjithë kandidatëve të pavarur ka vajtur e ka dhënë një mbështetje. Dhe në Tepelen shkon opozita dhe mbështet kandidatin e pavarur. Dhe çfarë thot mbështetësi? Qyteti kërkon ndryshim. Dhe këtu aferim. Unë do t'ju uroja zotit Shehu gjithë të mirat, edhe bravo që ndryshim, po në zgjedhjet lokale, se është më përvojë se unë, kupton, ka qenë dhe kryetar PD-t Tritani. Duhet të thoshte, Tepelenës për shembull, jo kërkon ndryshim, po Tepelena do ketë ujë 24 orë, ta zem,
ose Tepelena do ketë 2 fish gjelbërim, ose Tepelena do ketë një azil të madh të moshuarish, se në Tepelen rini aroje që mund gjesh, edhe një që ishte po deputet. Ky djalë ka nëse ullë mesatare në Tepelenës, se në Tepelen i ke 7-10 e sipër. Gjithë tjerët kanë ardhur, o punojnë polici në Tiranë, i solli Sajmir Tahirin kod vet, ose në për qytete tjera. Tani pyetja është, qyteti kërkon ndryshim. A mund të jetë slogan për një fushat për zgjedhjet vendore? Qyteti është Tepelena, ka dhe fshatrat, ka Progonatin, ka Salarin, ka Buzin, ku diuni ka edhe qarga ato. Mund të thoj, bujësia ka nevojë për këtë, kjo ka nevojë për atë. Qyteti ka nevojë për ndryshim, është fjala më evazive në botë, dhe natyrisht mbështetës janë këta, se ky djali duhet jetë ai që ka programin, po si mbështetës, më duket që nuk është slogan për politikani karriere. Ik që aty, më din në një vend tjetër. Ik se më ka ardhur këtu Kristiano, urdhë Rama. Vlora për herë të parë bëhet me kryetare bashkie. Edhe ky tjetri, jo më poshtë se kjo tregon respektin që kanë këta për pushtetin vendor. Vlora, si që shikoni këtu, është një gjigant qytet, i ka të gjitha, tani ka dhe aeroport, edhe pse i vjedhur. Ka port, ka aeroport, ka rrugë, ka turizëm, ka bregdet, ka mal, i ka të gjitha Vlora. Të gjitha. Ka dhe popullsi, është një nga qytetet më të rëndësishme të vendit. Ajo që është e rëndësishme për kryetarin e qeverisë është, për herë të parë do të bëhet me kryetare bashkie. Pra, raporti është, nëse u kujtohet ka qenë një Barcolet që në një dasëm që i bënim bashk, i bënte një shenja një gruaje. Edhe u çua burri asaj gruas ta rrihte i ndan, ta provokon gruan. Jo më jo, tha i them, tha je pala nuses apo e dhëndrit tha. Dhe këtu gjithë ideja është, Vlora do ta ketë burr apo do ta ketë grua. A thua se qeveriset vendit dhe qyteti me organin gjenital, që në fakt ashtu po qeveriset Shqipëria, me një organ gjenital mashkullor, në sensin që kemi kryeministër burr të rrethuar me organe gjinitale femërore që janë gra. Këtu është politika e këtij vendi. A duhet burr, a duhet grua? Dhe risia e kësaj gjë nuk është që Vlora duhet përmirësoj këtë, pra që mos përmbytet më, apo atë, pra që të ketë rrugë dhe kalime, apo që mos bllokohet trafiku që në maj deri në nëntor. S'ka zgjidhje për këtë. Këtu është shqyqyr që do të ketë grua Vlora. A thua se vlonjatët domethënë ishin një popull meshkuj komplet dhe më në fund fare pa edhe një femër. Ecim Kristiano, ecim mos u nxe. Mos u nxe apo ç'ke ja vëlla. Ja dhe gruaja e Vlorës, takim me gratë. I japim shpirt Vlorës. Edhe Zoti kur e bëri njeriu mori balt, e bëri kështu, pastaj i fryu në hund edhe i dha shpirt. Tani jam mbledhur gratë e Vlorës, kam bërë dhe foto. Do i japin shpirt Vlorës. Pyetja është, çfarë lloj shpirti o shpirt do t'i jepni Vlorës? Thjesht është bashkimi grave? Është një lloj ishulli Lesbos? Se ju e dini që ishin këto poeteshat, Safoja, poete e famshme, tonin një komunitet vetëm gra. Pra, këtu jemi tek ideja takim me gra, do të bëhet me gra, apo Vlora ka një projekt për nesër. Do të thënë, në Vlorë do të bëhet gratë, do të bëjnë këtë gjë. Gratë do të bëjnë atë gjë, ose të gjithë bashkë, kjo është gjë më e mirë, se në fund fare familje nuk i bëjnë as gratë, as burrat. Si që kemi familjet sot, gra burra. I bëjnë gra me burin bashkë. Ndahen punët dhe atëherë ecën familja. Dhe në një qytet, gratë dhe burrat bashkë mund të eliminojnë përmbytjen, të rregullojnë trafikun, të rregullojnë turizmin. Kjo mund të ishte kjo shpirti i Vlorës. Kristiano, të lutem jep diçka tjetër se u acaruam. Ja. Gratë në pozicione drejtuese Gjermania nën mesataren e BE-s. Se Gjermania vëlla e ka kuptuar që inteligjenca vjen këtu, që aftësia drejtuese vjen këtu. Nuk vjen në je burr apo grua. Në je statistikisht këtej apo statistikisht këtej. Dhe bëhet karrierë,
Dhe arrinë për nivelet caktuara, ai që do dhe ai që mundet. Jo, për hir statistikave, hajde marrim gra, hajde marrim burra, hajde marrim as gra dhe burra, dhe t'i bëjmë të gjithë bashkë, sepse kështu duhen kuotat dhe statistikat. Tani kur e bën Gjermania këtë gjë, edhe nuk as mburret, as qahet. Thjesht është një statistik. Është një statistik. Të lutem, ky muhabeti burr grua më erdhi këtu. Urdhoni një grua, e pandehur për aferën korruptive të tunelit Llogaras PD kërkesë urgjente për interpelancë me Ballukun. Tashi këtë pjesën e Ballukut e kam përzgjedhur për një arsye. Kemi refrenin e përjetshëm të kryeministit të Shqipërisë Edi Rama që thotë, unë thotë nuk mbaj përgjegjësi për njeri. Fare. Në fakt përgjegjësia, natyrisht që në Këshill të Ministrave nuk mund të thosh mbaj përgjegjësi për zëvendës kryeministrit, sepse këto janë dokumente që kalojnë nga kryeministri dhe janë absolutisht përgjegjësi e kryeministrit. Por edhe për më të fundit staf politik, absolutisht përgjegjësia është e kryetarit të partisë që i ka vendosur dhe e kryetarit të qeverisë të Këshillit të Ministrave. Pra, nëse ke vendosur këtë zonjën dhe kjo shkon e pandehur, përgjegjësia është absolutisht e madhe. Ndodhi një vrasje para ca ditësh në Rumani, mos gaboj. 2 ministra thanë dorëheqjen. Nuk është se ata ministrat nuk ishin çuar policë në vend ngjarje, nuk është se ata 2 ministra nuk ishin bërë ligjet. Është përgjegjësi morale, është përgjegjësi politike. Dhe përgjegjësia politike e një kryeministri që ja marrin si ra, ministër pas ministri, edhe thotë s'kam përgjegjësi unë, ai mund mos ketë, ose nuk ndjen përgjegjësi, mund të jetë dhe pa përgjegjshëm. Bile unë këtë kam thënë, edhe kujtoj shpesh. Ore një ditë ai do iki do qeshi do thë, po kam qenë me kartel. Puna është që a ka dikush këtu mundësi t'i thoj këti është zotëri, ke një përgjegjësi të madhe. Dhe ja, me që kanë kërkuar këta interpelancë, unë do të thoj interpelanca duhet me kryeministrin. Me pyetjet konkrete për përgjegjësitë që ka kjo zonja. Që jemi të kuotat gjinore. Urdhë, në Poloni çiftet e martuara për të paktën 50 vjet nderohen me medalje. Duhet të theksojmë të martuar me të njëjtën grua. Mirë, dhe unë them që vërtet në kushtet që jemi meritojnë medalje. 50 vjet martuar me të njëjtën grua. Medalje kup ari. Jepja se s'hum gjë se ta kthem prapë. Një burr që ka 50 vjet martuar, as ka të bën as me medaljen, as me kupën, ka marruar punë, ta kthem prap. Mos u kurseni të harxhoni për këta. Dhe besoj që në Poloni duhet të jenë shumë pak si çifte. Shqipëri vazhdojnë akoma. Ata që kanë ngelur Shqipëri vazhdojnë. Mirë, keq, han vetëm me dhëm, po vazhdojnë. Më jep një lajm tjetër për të parë se si po shkon bota i dashur Cristiano. Bill Gates make a stunning claim about climate change. Ky Billy, i cili vite me radh ishte angazhuar për ndryshimet kundër ndryshimeve klimatike, alarmin botëror për ndryshimet klimatike. Ky Billy, i cili u investua fuqishëm për vaksinat, ju kujtohet për Covidin, ky ka qenë në ballë të luftës për të ngulur vaksinat. Në natyrisht ishte lufta tjetër, pas vaksinave, iko e val, ishte ngrohje globale, ndryshimet klimatike. Tani, kur i ran puplat edhe ndryshimet klimatike, edhe Billy budalla nuk është, ka ndryshuar dhe Billy ka evoluar, edhe ky ka ndryshuar qëndrim për ndryshimet klimatike. Dhe ne kemi thënë, ore, faza parë janë vaksinat e luftës antigjeri. E dyta do përpiqen të na rrjepin me ndryshimet klimatike dhe kur t'i bien puplat ndryshimeve klimatike, di çfarë do të jetë? Cristiano, kjo dhe s'të kërkojmë më, era fundit. Finally, aliens are attacking Earth on November 2000. Sulmi alien. Tani nëntor pritet. Nuk është se kanë vendosur kontakte shkencëtarët tanë ose diplomatët tanë me diplomat alien, generalët tanë me general alien. Po shkencëtarët popullor kanë arritur në konkluzionin se alienët finally, më në fund, do të sulmojnë tokën në nëntor 2025. Sipas astrofizikantëve.
astrofizikantë janë ata që studiojnë yjet, gjithësinë. Këta kanë arritur në përfundim që në nëntor sulmojnë alienat. Unë për vete them, kush beson në Zot? Në Zot. Këtë çështje në alienëve e ka tezauruar. Pse? Sepse në librat e shenjtë thuhet Zoti krijoi këtë në ditën e 6, pra pasi kishte krijuar kafshët e bimët e gjithçka, krijoi njeriu qenin më të lartë. Dhe nuk ka krijuar alien. Kush beson Zot? Mbaroj. Kush beson në shkencë? Bën disa llogari dhe nuk i del që këta alienët, duke qenë vite dritë larg, ylli dielli më i afërt, nuk po them mënyra ky sistemi më i afërt jetesës. Bën llogari, ore këta që janë vite dritë larg. Einsteini ka bërë ato formulën e famshme llogaritse që duhet një masë super e zakonshme për të udhëtuar me shpejtësinë e dritës, për të ardhur me shpejtësinë e dritës. Vinë nga një planet tjetër dhe vinë të pushtojnë tokën. Pse? Mbetet për emisionet e tjera. Kaq kisha unë për këtë radhë, miq nderuar, ndoshta do shohim gallat sot një javë se do të jenë zgjedhjet një ditë parë, domethënë të dielën. Nga këto me kandidat pavarur të opozitës edhe me të varur nga pushteti, me gra, me burra, ku diun ose as gra as burra, mundet kemi miratimin e kuotë e barazisë gjinore, që aty do të kemi edhe histori shumë të bukura për gjuhën. Pra mund të jetë emisioni i fundit ku ne flasim lirshëm për këto gjërat. Të detyrojmë pastaj ta preki liçi e themi deri daj, bile as deri se mund të shohë çuçata derrave thot na ka fyer. Kaq kisha u përsonte, me kismet shifemi të anën tjetër. Natën e mirë.